Jemi rikthyer në studio dhe diskutojmë tani për sa i përket murtajës që ka përfshirë baktit në vendin tonë dhe njëkohësisht Ministria e Bujqësisë ka ndërmarrë disa masa me synimin për parandalimin e përhapjes më tejshme të kësaj sëmundje që prek baktit. Mëngjersisht do diskutojmë me zotin Kujtim Mersini, epidemiolog, veterinar, pedagog. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Është serioze situata, zotin Mersini? Situata është serioze sepse kemi të bëjmë një sëmundje që ka karakter epidemik. Pra gjithmonë kur themi epidemi, kemi një gjë që është serioze. E kemi edhe të presë kujtimin tek njerëzit nga COVID-19. E kemi nga Covid-i, cili ishte pandemi sepse preku gjithë botën, ndërkohë që kur flasim për epidemi është një shkallë pak më të vogël, por që gjithsesi bëhet fjalë për një sëmundje ngjitse që prek një numër të madh kafshësh pra. Ka shumë vatra në vend? Për momentin janë 6 vatra të identifikuara nga shërbimi veterinar, të cilat duket se janë kontrol, megjithatë monitorimet dhe puna vazhdon të rend për të minimizuar përhapjen e sëmundjes, por dhe për të zbuluar vatra të reja nëse do të ketë. Ndërkohë, zotin Mersini, e bën më të vështirë akoma më shumë fakti që është hera e parë që murtaja i prek baktit dhe si duhet të jetë qasja, qoftë nga veterinerët, qoftë nga të gjitha institucionet. Kjo është një sëmundje që si thosh ekziston natyralisht në Afrikë, pra nuk është një sëmundje e kontinentit evropian, pra është hera e parë që prek Shqipërinë, vjet hera e parë që prekte Greqinë, Rumaninë, vende të Bashkimit Evropian dhe këtë vit na preku dhe ne. Pra është një sëmundje e re për Europën. Nuk është se ka pas më përpara, pra ka qenë e pastër situata epidemiologjike për këtë sëmundje në vendin tonë. Dhe kuptohet që një diçka e re ka ato vështirësitë e veta, sepse duhet që mjekët veterinar nuk është se kanë të bëjnë me një sëmundje cilën e njohin nga ana klinike dhe mund ta dallojnë që është kjo sëmundje apo ajo sëmundje. Në këtë rast kemi të bëjmë me një sëmundje të re që do të thotë ka një farë vështirësie për shërbimin veterinar apo për mjekët veterinar klinicistë që ta arrin ta njohin. Megjithatë shenjat janë relativisht të qarta. Dhe me sa duket, kolegët e terenit kanë fillu ta njohin dhe ta zbulojnë si sëmundje. Kurohet? Është e pashërueshme, fatkeqësisht është e pashërueshme dhe pra ato tufa që janë prekur duhen ta zgjesohen. Ato që preken ngordhin dhe ato që nuk kanë ngordhur akoma do ta zgjesohen nga shërbimi veterinar në mënyrë që mos kenë mundësinë për ta përhapur më tutje. Kjo është arsyeja pse e eliminojmë, sepse ne nuk i shërojmë dot. Ato mbeten barce dhe potencialisht bëhen rrezik për ta përhapur sëmundjen. Kështu që ato që ngordhin vetë nga sëmundja dhe ato që kanë mbijetuar sëmundjes eliminohen nga shërbimi veterinar në mënyrë që mos kemi të përhapje më gjerë. Ekziston mundësia që të mbijetojnë pavarësisht se janë të prekur? Po, ekziston një farë mundësie që të mbijetojnë. Mortaliteti shkon nga 30 deri në 60% nga këto që kemi parë deri më sot. Pra nuk është se është në 100% dhe në fakt, po ta lësh sëmundjen që të bëj punën e saj gjatë gjithë kohë, sigurisht që do t'i eliminoj, do t'i ngordhi të gjitha, po ne ndërhyjmë në kohë në mënyrë që të eliminojmë sa më shpejt rrezikun. Masat që merren aktualisht nga veterinerët e kanë fjalën, cilat janë apo thjesht ndarja e izolimit? Masat aktualisht janë në rastin e dyshimit, pra në momentin kur ne kemi një dyshim për këtë sëmundje, ferma karantinohet, pra nuk lejohet asnjë hyrje, asnjë dalje, pra izolohet si vatër. Dërgohen kampionet në institut, derisa dalë përgjigja. Në momentin që del përgjigja, fillojnë masat e eliminimit të shpejtë të tufës dhe dezinfektimit të kësaj ferme, dhe pastaj ngrihen 2 kordon sanitar që quhen, kordoni parë i mbrojtjes, që është me një rrezë 3 kilometra rreth e qark kësaj vatre, dhe një kordon më i gjerë prej 10 kilometrash. Në këto zona praktikisht ndalohet hyrja dhe dalja çdo lloj kafshe apo dhe mjeteve të transportit e tjerë që transportojnë kafshë. Kryen monitorime të thelluara, inventarizime të tufave dhe mbahen në mbikëqyrje për gjatë periudhës karantinës që shkon 21 deri në 30 ditë. Dhe forma e përhapjes së sëmundjes, cila është? Sëmundja përhapet me kontakte drejt për drejt mes kafshëve, pra kjo është forma kryesore e përhapjes, pra kafshët janë ngjitsin njëra tjetrës, sepse është një sëmundje ngjitse që përhapet me kontakt, por përhapja ndihmohet dhe nga njerëzit duke shitur, duke blerë pra në tregje, pra një kafshë smur shkon në një tufë e cila është e pastër dhe mund të infekton gjithë tufën. Kjo është arsyeja pse shërbimi veterinar për momentin ka bllokuar të gjitha tregjet e pra tregjet e baktive nuk funksionojnë në këtë situatë që jemi, pikërisht për të ndaluar përhapjen potenciale që mund të vijë nga shkëmbimit tregtare të kafshëve.
Në situatat tilla, mund të krijojnë probleme për fermerët për sa i përket ushqyerjes kafshëve? Sigurisht që krijohen probleme për fermerët, sepse dhe të bllokosh tregtin është një farë Patjetër. Të ardhurat munguar. Dëmi ekonomik që shkaktohet, sepse kuptohet që bagtit mbahen për arsye tregtare dhe prodhimi blegtoral. Kjo është qëllimi për cilën ne i mbajmë, pra të bllokosh aktivitetin ekonomik të fermave, sigurisht që koston. Koston për gjithë fermat, po koston edhe për ne si shoqëri, sepse është dëmi amplifikohet në nivel shkalle. Dëmet e tjera pastaj janë duke mos i lejuar të lëvizin, sjell vështirësi për mbashtimin e tufave, sepse kuptohet jemi në stin të nxehtë, burimet natyrore në zonat fushore rallohen për arsye sepse bari thahet nga nxehtësia dhe kuptohet që ne nuk kemi kafshë të cilat i mbajmë në regjim stallor, ne kemi kafshët në regjim ekstensiv të lira që bazohen në burimet natyrore rreth e qark zonës ku ato mbashtohen. Dhe këto janë dhe arsyet pse ne kemi gjithmonë këto shtektimet verore dhe dimrore. Pra në ver i çojmë në stane në kullotat malore, në dimër i mbajmë në kullota fushore. Dhe Ministria e ka bllokuar edhe këtë një. Për momentin është detyruar ta bllokojë sepse si thosh do zgjedhin të keqen më të vogël pra. Edhe nga njëra fermë tjetrën është ndaluar sërish. Sërish çdo lloj lëvizje, pra çdo lloj shitblerje është ndaluar për të parandaluar për hapjen e mundshme, sepse kjo smundje ka një shpejtësi të madhe në prekjen e kafshëve, ka ngorshmëri shumë të lartë, që do të thotë duhet zgjedhim atë që është e keqja më e vogël në këtë rast, pra të bllokojmë lëvizjet, bllokojmë tregjet dhe të shpresojmë që do ta kontrollojmë shpejt në mënyrë që këto bllokime mos zgjaten shumë në kohë. Keni një ide, zotë Mersini, se sa mund zgjas, pra për sa kohë situata mund të kthehet normalitet? Nuk mund të them se i bie të bëjmë parashikime orakulli dhe kjo nuk është çështje orakulli, pra kemi të bëjmë me një smundje epidemike e cila do monitorohet dhe do shikohet se si do të ecë, pra nuk është se është diçka që mund të parashikohet sot me nesër, pra nuk është si moti. Patjetër. Është diçka që do të varet shumë edhe nga veprimtaria jon, si shërbim veterinar, sa të aftë, sa të zot do të jemi për ta kontrollu. Sepse nuk është, po ta lësh smundjen, sigurisht që ato të vazhdoj dhe do të vazhdoj për gjithmonë. Çështja është që ne të jemi të zotët, që ta zbulojmë shumë shpejt smundjen dhe të reagojmë shumë shpejt duke eliminu potencialisht çdo kafshë që është e smur. Në këtë mënyrë, ne mund ta zhdukim smundjen, histori suksesi në këtë mënyrë kemi fqinjët që ishte Greqia, me dëme, se sigurisht shkon... Dëme pa tjetër do ketë. Do ketë dëme, sepse përveç atyre që, si qëtash, përveç atyre që ngordhin nga smundja, eliminojmë dhe kafshët e tjera të kontaktit. Gjithashtu Rumania po ashtu pati dhe më shumë dëme se sa Greqia, sepse i mori në shkallë më të gjerë se sa Greqia, shkon diku te 200.000 krerë të dëmtuara, por për ne 200.000 krerë janë shumë në një popullat për 1.8 milionësh. Pra, është 10% thuajse. Po thuajse 10% që do të thotë ne duhet të veprojmë shumë shpejt dhe duhet të kemi suportin maksimal të gjitha strukturave të tjera përveç shërbimit veterinar, por dhe suportin dhe mirëkuptimin mbi të gjitha të mbashtuesve të baktive timta, sepse janë ata të cilët nëse nuk respektojnë këto masa që folëm, atëherë nuk cënojnë vetëm tufën e tyre, por cënojnë edhe tufat e tjera, pra bëhen një dëm kolektiv, nuk është thjesht dëm individual. Sigurisht. Ndërkohë, përsa i përket murtajës, ajo prek vetëm delet dhe dhit apo prek edhe lopët? Bujqësi natyror i smundjes janë kryesisht dhit, ku shfaqet dhe ngorshmëria më e lartë, pastaj vinë delet, cilat po ashtu ngordhin dhe po ashtu preken. Smundja potencialisht transmetohet dhe tek gjedhi dhe tek derrat, por këta janë si thosh bujtës përfundimtar që nuk e transmetojnë më, pra mund të preken, nuk shfaqin dhe nuk kanë asnjë lloj problemi, pra nuk është se smuren apo ngordhin nga smundja, por thjesht mund potencialisht të infektohen, sidomos në rastet kur ne kemi këto fermat e vogla që mbajnë një gjedh bashkë me timtat, mund qëlloj që në një nga gjedhët të preket, por praktikisht nuk do të ketë asnjë problem për gjedhin, sepse nuk është bujtës specifik i këtij patogjeni. Kjo smundje, pavarësisht se ka prekur delet dhe dhit, transmetohet tek njerëzit? Jo, kjo është një smundje që është specifikisht për ata, specifikisht për baktitë e imta, nuk prek njerëzit fare, po pra nuk ka asnjë lloj rreziku.
Normalisht, si që thash, pra kafshët e smura dhe kafshët e kontaktit eliminohen, që do të thotë edhe ky mish nuk del në treg. Dhe është e pamundur, plus që smundja lë aq shumë pasojat e kafshët sa produkti bëhet i papëlqyeshëm që nga ana vizuale. Kur e shef. Që kur e shef nuk mund ta blej njeri, kështu që por për më tepër smundja nuk prek njeriu. Pra është një smundje që nuk kalon nga kafshët tek njerëzit. Pra nëpërmjet frymës. Jo, nuk ka asnjë lloj shansi, sepse virusi është shumë i përshtatur për bakteritë e imta, pra është specifik për këtë lloj gjallëse, themi, jo për trupin e organizmin e njeriut, pra organizmi i njeriut nuk mund të preket nga kjo smundje. Edhe nëse aksidentalisht mund të konsumohet një asnjë lloj shansi pra që të preket organizmi i njeriut. Dëm ekonomik. Dëmi ekonomik është problemi kryesor i kësaj smundje, pra, sepse këtu është gjithë themra e akilit të kësaj epidemie, është dëmi ekonomik që mund të jetë i lartë. Për momentin po menaxhohet, pra nuk kemi një dëm të një shkallë shumë të madhe, por nëse smundja vazhdon të përhapet dhe tregon karakterin epidemik që ka në vendet ku smundja është endemike, pra në vendet ku ajo është natyrale, në këto vende shifrat kanë qenë të frikshme sepse dëmet janë shumë të mëdha dhe nëse ne do të na ndodh, pra ky është skenari më i keq i mundshëm, ne do të kemi dëm dhe faturë ekonomike shumë të madhe sepse do të cënohet prodhimtaria e produkteve që ne marrim nga bakteritë e imta, duke përmendur mishin, qumshi, kosi, gjalpi e tjerë, djathi që vinë nga këto bakti. Kuptohet që drejtojmë importit si zakonisht. Do të drejtojmë importit, por me kosto më të lartë, me një faturë më të lartë, me një cilësi ndoshta më të ulët, sepse praktikisht ne thamë në fillim të bisedës tonë që ne bakteritë i mbajmë në kushte gjysmë natyrore, i kullosim në natyrë. Kuptohet, kjo sjell një cilësi të pakrahasueshme me një kafshë e cila është mbashtuar në regjim stallor. Pra cilësia jon është shumë herë më e lartë. Dhe nëse do të marrim importit, do të kemi humbje të cilësisë, pra. Për më tepër dëmet pastaj konsiderohen dhe në aspektin social, sepse këto kafshë të cilat ngordhen apo këtyre familje që do të preken, që janë prekur apo që mund të preken nga smundja, kanë një dëm ekonomik familjar i cili përkthehet pastaj në probleme sociale të një shkallë më të gjerë. Dëmi më i madh për ata është. Po dëmi më i madh është tek fermerët dhe dëmi i dytë i madh është tek shoqëria e gjerë dhe tek sektori i turizmit, sepse kemi të bëjmë tash është momenti që ne presim turist, kërkesa është shumë e lartë për arsye sepse dhe numri i thonjza i banorëve të Shqipërisë tashmë shtohet përveç nesh vinde të huaj të cilët kërkojnë produkte tradicionale dhe oferta jonë turistike është e tillë që ofrojmë produkte të tilla nga bakteritë. Është një nga aspektet që ne dhe tërheqim si tush veçantitë e Shqipërisë që tërheq turist dhe të humbësh në këtë pikë, pra ke edhe një humbje tjetër tangente, jo të drejtë për drejtë, pra se këto janë humbje dytësore, t'i quajmë, nuk janë dëmi parë ndodh te fermeri, dëmi dytë ndodh te shoqëria dhe dëmi tretë ndodh te sektori i turizmit. Pra janë një seri faktorësh. Dhe si që thash, dëmi tjetër social është sepse këto ferma duhet të rimëkëmben. Dhe kjo kërkon kohë, investim. Po do të eliminohet tufa, do të shkojnë 30 ditë në gjendje karantine, do të duhet pastaj që të riinvestohet, të rishtohet, nuk është kollaj të rikthesh një biznesi të humbur. Në këtë rast është e udhës që të ketë edhe subvencione nga... Si rregull duhet të ketë kompensim. Fatkeqësisht ne thamë që kjo është një smundje e re për vendin tonë dhe nuk ka pas masa të parashikuara ligjore për të pasur mekanizmat e kompensimit siç janë smundjet e tjera të cilat ne i kompensojmë. Pra ne kemi kompensim për bruçelozë, për tuberkulozë, për plasje, që janë smundje të zakonshme në Shqipëri, janë smundje në fakt në një rrezik edhe për shëndetin e njerëzve dhe në këto raste kur këto smundje hasen në bakti, si tush skema jon e kompensimit është që ne kompensojmë fermerin me vlerën e kafshës së humbur nga smundja. Në këtë rast, duke që kemi të bëjmë me smundje të re, ne nuk e kemi këtë mekanizëm për t'i ardhur në ndihmë fermerëve dhe kuptohet që këtu duhet të ketë ndryshime ligjore, por dhe ndryshime financiare. Po jo, ka të bëjë dhe me buxhete, se nuk është thjesht aspekti legal, po është edhe aspekti financiar, që do të thotë kërkon dhe një farë vullneti në shkallë gjerë politik
për t'i bërë balë, pra, sepse nuk është thjesht çështja nga ana teknike që shërbimi veterinar nuk ja del dot, por kërkohet, siç thash, suport administrativ dhe suport politik Patjetër. në raste të tilla, sepse kemi të bëjmë me një sëmundje epidemike, pra nuk kemi të bëjmë me një gjë të zakonshme që jemi mësuar t'i bëjmë balë. Pra kemi të bëjmë në kushte të jashtëzakonshme që kërkohen masa emergjence për t'i bërë balë kësaj sëmundje. Ekziston rreziku, zotë Mersini, që murtaja të rikthehet, supozojmë që do fitojmë me pak humbje në krerë. Referuar edhe shembujve të tjerë, rikthehet murtaja sërish? Potencialisht mund të rishfaqet, sepse nuk është diçka që nuk mund të ndodhë, por duhet kuptojmë që kjo është përballja e parë dhe ne po fitojmë dhe eksperiencë në këtë rast. Dhe nëse ne do të arrijmë ta menaxhojmë mirë, sepse është vetëm fillimi i kësaj, mund ta menaxhojmë shpejt, mund të na shkojë dhe të bëhet dhe endemike, të vazhdojë me vite beteja, pra nuk është të thënë që Vatrat mund shfaqen her pas here, sporadike, pra mund të mbjetojnë xhepa që quhen të smundjes diku, sepse nuk i kap themi ai radari veterinar, nuk arrin t'i zbulojë të gjitha të smurat dhe këto pastaj rishfaqen vitin që vjen. Pra rrugët dhe mundësit janë të shumta, por ajo që ne shpresojmë është që ne t'ja dalim në krye kësaj pune dhe të arrim ta eliminojmë me kaq dëme sa kemi për momentin. Kuptohet është një betejë që do të vazhdojë, nuk mbyllet sot ka fillu, por shërbimi veterinar, siç thash edhe një herë tjetër, në mënyrë që të jetë efikas në kontrollin, duhet detyrimisht të ndihmohet. Sepse po përballet në një situatë të re, që ka një shkallë dhe shtrirje territoriale të gjerë, sepse vatrat ne i kemi nga veriu në jug. Kudo ka, dhe janë edhe në vendet malore. Po pra, një pjesë e ky është problemi, pra që kemi një shtrirje territoriale të gjerë, nuk është se kemi të lokalizuar në një vend dhe ne përqendrojmë forcat, por ne i kemi të përhapura në territor dhe këto vatrat përhapura në territor nën kupton që forcat veterinare nuk mund të përqendrohen në një vend që ta eliminojnë, po duhet të shpërndahen. Dhe në këtë pikë duhet që të kenë mobilitet shumë të mirë, pra mjete lëvizje shumë të mira, duhet të kenë stafe teknike, suporti për të bërë eliminime, duhet që pushtetet vendore të ndihmojnë shërbimin veterinar me gjitha resurset që kanë, sepse ne themi eliminim, po eliminimi është një proces që nuk është proces shumë i thjeshtë, pra duhet të groposen, duhet të grumbullohen, duhet të dezinfektohen, pra janë ca punë që nuk kërkojnë vetëm veterinerin, po kërkojnë dhe krah punën në sensin e mirë, dhe mjete pune dhe logjistik dhe kosto të cilat nuk kanë qenë të parashikuara për një situatë të tillë. Po. Dhe për ta mbyllur bisedën, sa të rëndësishëm janë vetë fermerët në evidentimin e rasteve dhe çfarë duhet bëjnë ata nëse një bagti shfaq shenja? Fermerët janë linja e parë e mbrojtjes. Vetë fermeri për tufën e tij në radhë parë duhet që të jetë i kujdesshëm ndaj shëndetit të kafshëve. Në përgjithësi fermerët janë të kujdesshëm, sidomos ata që e kanë bazuar jetën e tyre në mbarështimin e baktive, sepse me ato bakti rrojnë. Dhe ata mund ta dallojnë që në momentet e para që një kafshë është apatike apo si e fjetur apo e lodhur që nuk ndjek tufën normalisht, pra që këto janë shenjat e para fare përpara se të fillojë temperatura lartë apo rrjedhje nga hundët apo diare, pra shenjat që përkeqësohet shëndeti. Po që në momentet e para, që kur fillojnë që shfaqen këto lodhjet e para të kafshës, duhet me njëherë të informoj shërbimin veterinar dhe pastaj janë veterineret ata që shkojnë, marrin kampione dhe vërtetojnë pranin apo jo të smundjes. Hapi parë është njoftimi. Hapi parë është vëmendja ndaj kafshëve, se si është gjendja e tyre, dhe hapi dytë është njoftimin në çdo rast që ka një dyshim sa do të vogël apo të papërfillshëm, sepse ndonjëherë janë gjëra që janë normale, ata i shohin, ama se s'ka gjë se e kalon. Se e kalon. Jo, në këtë rast nuk duhet ta anashkaluar, do gjithmonë më mirë të jetë diçka tjetër. Më mirë të jetë një smundje tjetër, po të jesh i sigurt që nuk ke këtë smundje në tufë, se sa të rrezikosh pastaj tufën tënde dhe nuk është problemi vetëm i tufës vetjake, siç thash, por është edhe i tufave të fqinjve dhe të komunitetit që rrethohen, sepse ne kemi fshatra të cilat janë të vogla, kanë hyrje dalje fermerët me njëri tjetrin, janë familjar, kanë ato lidhjet e veta, i shtektojnë kafshët bashkë etj. Pra kemi një raport të ndërthurur brenda një fshati, nuk është se gjithsecili është një fermë
e izoluar dhe pa ndërveprime me fermat e tjera. Pra që do thotë, nuk është thjesht përgjegjësi individuale, por është dhe përgjegjësi kolektive për gjithë mbashtuesët. Njerëzit nuk janë transmetues, nuk preken, po transmetues mund të jenë? Njerëzit nuk janë transmetues, virusin përgjithsisht një virus i dobët. Pra nuk e merr fare njeriu. Jo, është i dobët, vetë njeriu jo, po dhe mjetet me cilat lëviz, pra nuk është se ka një mbjetesë të fortë, sidomos tashin kushtet e verës dhe rrezatimit diellor nuk e favorizon virusin, megjithatë përmes gomave të makines, pra në ato të çarat e makines, pak plej ndotur me virus, apo këpucët, çizmet e tjerë, pra nga një fermë të tjetra, në distancat shkurtra mund ta përhapi. Pra njeriu të bëhet faktor. Por problemi tjetër është pastaj shitblerja e kafshëve në mënyrë, dhe kjo ka qenë ndoshta mekanizmi kryesor i përhapjes në këto distanca kaq të mëdha që ne shohim siç thash pra nga veriu në jug, sepse kafshët janë shit, janë blerë ka tregje gjithandej. Ka tregje formale dhe informale dhe ky është problemi. Pra lufta ndaj informalitetit mund të cënojë, apo si thosh ekzistenca e informalitetit cënon gjithë veprimet e mëdha që po merr shërbim veterinar, pra si thosh një dru i shtrëmbur prishjestivën, dhe në këtë rast këto janë ato të cilët ne trëmbemi deri diku, pra shitblerjet ilegale të baktive. Zoti Mersini, faleminderit që ishit në studio, të shpresojmë që situata do të mbahet në kontroll. Ta kemi në kontroll. Faleminderit.